4 shenja që tregojnë se po e teproni me marrjen e hekurit. Njerëzit që marrin një suplement të përdorur gjerësisht duhet të reduktojnë dozën nëse vërejnë 4 simptoma specifike, pasi marrja e tepërt mund të jetë e rrezikshme. Vitaminat dhe mineralet luajnë një rol të rëndësishëm për funksionimin e duhur të trupit. Shumica e nevojave ushqimore duhet të merren nga një dietë e shëndetshme dhe e ekuilibruar, por disa njerëz zgjedhin të përdorin suplemente. Hekuri është një nga këto suplemente, një mineral i nevojshëm për prodhimin e hemoglobinës që transporton oksigjenin në gjak. Mungesa e hekurit mund të shkaktojë anemi nga mungesa e hekurit. Me simptoma si lodhje, energji e ulët, gulqim dhe rrahje të shpejta të zemrës. Për të parandaluar këtë, disa mund të marrin suplemente hekuri. Megjithatë, Shërbimi Shëndetësor Kombëtar Britanik paralajmëron në faqen e saj se marrja e sasisë shumë të mëdha të hekurit mund të shkaktojë kapsullëk, ndjesë të përzierave, të vjella, dhimbje stomaku. Nëse shfaqen këto simptoma, mund të jetë koha për të ulur dozën e hekurit. Tek fëmijët, marrja e tepërt të hekurit mund të jetë vdekjepruese. NHS thotë, doza shumë të larta të hekurit mund të jenë fatale, veçanërisht tek fëmijët, ndaj mbajeni gjithmonë jashtë arritjes së tyre. Një dozë e lartë hekuri për të rriturit konsiderohet mbi 20 mg. Sa hekur keni nevojë të merrni? Meshkuj 19 vjeç e më shumë, 8.7 mg në ditë. Femra 19 deri 49 vjeç, 14.8 mg në ditë. Femra 50 vjeç e më shumë, 8.7 mg në ditë. Femrat pas menopauzës që kanë ende menstruacione mund të kenë nevojë për të njëjtën sasi si femrat 19 deri 49 vjeç. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.